është ofenduese kjo që e thot kamishi për biznesin, në shtë mësu vetë me bo biznesin, jo, në kur nuk kum bo biznese. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesë shëndetësor parashes 17 akte nënligjore, ndërsa dispozitat kalimtare parashohin edhe zbatimin e parametrave ligjore të këtij ligji. E para do të jetë skema e banave jashtëspitalore, e kjo i ka 2 akte të rëndësishme që do të nxirren më njëherë. Kontraktimi i banatoreve private me një udhëzim administrativ dhe rregulloria për përcaktimin e kritereve dhe standardeve ku do të përfshihen banat jashtëspitalore. Kështu që nuk është se e kalon me rregullim me udhëzime administrative është që atje kanë në kontroll 100% me bo biznes. Jo, më fal. Jo, s'kam çfarë pa ndërhyj. S'ka të bëj me ato. Që keni bo ligjin për aktet nënligjore e nxjerrën në funksion të zbatimit të dispozitave ligjore. Sos gjasin që po thot 4-5 vjet? Sos gjasin? Në akt nënligjor shihet aty për shembull hartimi i aktit nënligjor përmes një grupi profesional bëhet brenda një muaji, janë 15 ditë pune për konsulte paraprake, 15 ditë pune për konsulta publike, procedura tjera që marrin 2-3 muaj ditë domethënë janë në hartim edhe finalizim i aktit. Që sekretarët e dinë që ju keni nxjerrë akte nënligjore brenda 48 orëve, pa diskutime edhe keni bo, po e keni bo për biznes, jo për qytetarin, po një akt nënligjor me e fillu procedurën prej hartimit, grupit punues, draftit, dëgjimet publike dhe gjitha këto, deri tash nuk e kena asnjë shembull, përveç kur keni pas interese biznesore për me i miratu aktet nënligjore në procedurat e parapane me ligj. Deri tash aktet nënligjore që s'keni pas biznes ju kanë zgjat ka 2 vjet. Është ofenduese kjo që e thot kamishi për biznesin, në shtë mësu vetë me bo biznesin, jo, në kur nuk kum bo biznese. Ka ke bone, s'kum bo kur farë biznesi, kamish, edhe më falë, tash të kthejna temës, ka pas akte nënligjore të cilat me procedurat shpejta në përputhje, me rregullorin e fundit të qeverisë, janë anashkaluar afatet e konsultave publike dhe paraprake për shkak se ka qenë rrezikuar shëndeti publik. Dhe pikërisht për këtë kanë ndodhur edhe anashkalimi i afateve në përputhje me rregullorin e fundit të qeverisë. Ndërsa kjo është seriozisht. Nuk kam dërgu emaila për më ju jap autorizim marketingu një kompanie saktuar me një tjetrën. Ajo është bërë prej anës ju si sekretar, edhe sekretari kohën e pandemisë. Jo, edhe kjo është manipulim. Jo, është emailën e kam këtu. Nëse flasim në një debat të tillë, kërkoj shumë mirë, po publikoj edhe të marr për fjalë. Po për çështjen e morfinës e di shumë mirë. Edhe të marr për shpifje. Jo për çështjen e morfinës, po të saktë. Jo, nuk keni as të mëshirshëm nëse ka diçka penale që deri tash kishim e rujtë mos më. Koha e 3 replikave tjera, Arbër. Kështu që, jo, është e pandershme, domethënë nëse në debat të tillë dua të kem homolog të cilët vërtet njohin menaxhimin në shëndetësi. Kanë lexuar pak libra në atë drejtim. Për menaxhimin e shëndetësisë ligjëratat jo fjalë populiste. Okej. Arbëri. Valla nuk e besoj, jo më Dardani Feriti.